Dita 22, drejtësia e vërtetë dhe paralajmërimi për mbretërit. Leximi i ditës, Jeremia kapitulli 22, vargu kyç. Kështu thot Zoti: veproni me ndershmëri dhe drejtësi, çlirojeni atë që e kanë vjedhur nga dora e shtypësit, mos i bini më qafë dhe mos ushtroni dhunë kundër të huajt, jetimit dhe gruas së ve, dhe mos derdhni gjak të pafajmë në këtë vend. Shpjegimi. Në këtë kapitull Zoti i flet drejt për drejt mbretërve të Judës. Ai nuk kërkon vetëm fjalë fetare apo rituale, ai kërkon drejtësi reale. Mesazhi është shumë konkret. Mos shtyp të dobtin, mos abuzo me pushtetin, mos derdh gjak të pafajshëm, mbro të drejtën e atyre që nuk kanë zë. Zoti paralajmëron se nëse mbretërit do të veprojnë me drejtësi, mbretëria do të vazhdojë, por nëse vazhdojnë në padrejtësi, shtëpia mbretërore do të rënohet. Jeremia përmend disa mbretër që jetuan në luks dhe egoizëm, duke harruar drejtësinë. Ata ndërtuan pallate madhështore, por pa drejtësi, dhe kjo nuk i shpëtoi nga gjykimi. Një kontrast i bukur jepet me mbretin Josia, i cili bëri drejtësi dhe jetoi sipas vullnetit të Zotit. Kjo tregon se njohja e vërtetë e Zotit lidhet me mënyrën si trajtojmë njerëzit. Mesazhi është i qartë. Besimi i vërtetë nuk është vetëm fjalë, është mënyra si jetojmë çdo ditë. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 22. O Zoti i drejtësisë, më ndihmo të jetoj me drejtësi dhe ndershmëri në çdo gjë që bëj. Mos lejo që zemra ime të bëhet e ftohtë ndaj atyre që kanë nevojë. Më jep një shpirt që mbron të dobtin dhe kërkon të vërtetën. Më mëso të jetoj një besim të vërtetë, jo vetëm me fjalë, por dhe me vepra. Le të jetë jeta ime e drejtë para syve të tu. Në emër të Jezus Krishtit. Amen.